Ratën më të bukur, po besoj, eja këto. Pse po shenu publik, çfarë po pret? Po kërkoj. Ja, mos kërka. Kë po kërkon? Olë që unë e po rikë shto. Si të lexoj unë. Mos letëzo. Dolce. Iku. Atëherë, të kujtohet ty kur neve ishim në Rom, unë dhe Olsa. Ishim me një mision atje. Dhe në fakt pas shumë negociatave dhe bisedimeve që kemi bërë, neve kemi vendosur që ti për pak kohë vërtet do të shkosh në Itali. Po, se fëqan. Perché? Ma prit. Dio santo, aiuto. Dolce, ne ishim në Itali, ku ishim tjedi? Al Grande Fratello. Ishim te Grande Fratello. Mami. Dhe tani, ne kemi arritur marrëveshje që ekskluzivisht ti do të shkosh në Grande Fratello për një javë. Po, ti do t'jesh në Grande Fratello për një javë, Dolce, një ëndër e realizuar, një mision i realizuar përmes Big Brother VIP Kosova dhe Grande Fratello Italia, që është duke ndodhur aktualisht. Ti do t'jesh banorja e Big Brotherit, që do të shkosh të jetosh për një javë Ua, sa atje. bukur. Për të kuptuar më shumë, Dolce, ta ndjekim një klip. Okej. Oddio, qa më bëti kështu. Kemi një moment shumë të rëndësishëm për këtë format që e kemi mbajtur fshetë. Por, jam shumë krenar. Të anonqoj se për herë të parë një program shqiptar realizoi një shkëmbim ekskluziv të dy programeve. Big Brother VIP Kosova do të shkëmbej banor me Grande Fratello Itali. Varianti italian i Big Brother. Kjo është një përvojë e jashtëzakonshme, vetëm se Big Brother VIP Kosova po bëhet ndërkombëtar, por edhe që shteti i vogël Kosovë përmes këtij kanali do të përfaqësohet në Italinë e Madhe, në broadcasting gjigant të Berlusconit Mediaset. Big Brother VIP del Kosovo si parla italiano. E visto che noi del GF italiano siamo super ospitali, vi annuncio che presto verrà a farvi visita un concorrente del GF del Kosovo. Mi raccomando, non fatemi fare brutte figure. Ma che lo accogliamo noi, Simona! Con i migliori sorrisi! Dhe banorja që do të shkoj në Grande Fratello është Dolce. Si chiama proprio Dolce, vi faccio vedere chi è. Che bello! Ecco. È dolce però, è dolcissima. No, è un bel dolce. È il babà. Parla italiano Dolce, è del Kosovo e parla italiano. Sarà vostra ospite in casa. Dolce. Një super lajm dhe besoj që emocionet ishin të mëdhaja.